A mund, sidomos për prindrit kjo, besoj që ju intereson shumë prej tingullit, sepse dallon edhe tingulli i kollës, a mund prej tingullit ta dim pak a shumë sa serioze është kolla? Po, nëse kemi patjetër. Ajo ndoshta nuk mund të shpjegohet. Atë fishklimen janë do disa... Fishklimat mund të dëgjohen kur kemi stad më të avancuar të problemit. Për shkak se dëgjohen kur është në qetësi, fëmiu duke marrë frymë ose kur shtrihet, edhe pacienti vetveten e dëgjon duke pas vizing ose fishklima në frymëmarrje. Ose janë edhe ato hungërimat karakteristike të moshat më të vjetra kur kemi rregullim të strukturës së rrugës frymëmarrjes, kurse varësisht prej problemit ku ndodhet ose varësisht prej shkaktarit, në momentin kur kemi edhe grumbullim të mukusit, gjithmonë tingulli është më i mbytur, kurse te kollitja është më i shtumë që është më i lehtë tretmani realisht. Sa është e dëmshme me enal kollën? Me enal, nuk e kam fjalën me suplemente, me ilaçe, po më vjen tash për shembull me u koll, por un penali. Nuk mund të nalet kollë. Nuk mund të nalet? Ai mund të nalet një periudhë shkurt kohore, nuk mund të nalet afatgjatë, sepse në fillim e thash, sepse kollitja është ai refleksi mbrojtës i organizmit, kur rrugët e frymëmarrjes me anë të kollitjes tentojnë vetë pastrimin, largimin e shkaktarëve të kollitjes. Edhe për këtë arsye, jo vetëm me enal, po edhe marrja e terapisë për me ndal kollën, pa një hulumtim paraprak, pa një arsyetim se duhet nalet kolla krahas tretmanin për problemin bazik, është goxha e gabuar sepse mund të mshef shumë simptome, mund të nxit, mund të lejoj zhvillimin e një smundje, ma të theksuar që në të ardhmen din me bëdhe të lashe.